Kjo deklarata e sot me... Taktike? Jo, kjo është sa për dalë në konferencë për shtyp, por Berisha e ka dha verdiktin e ti në 2 intervista. Me një fjalë të vetme. Misionar. Ose nëse përkthejmë, unë jam misionar dhe nuk jam lider i një partije politike. Kur flasim për misionaritetin, pastaj aty përfundon gjithë puna se ai as nuk do të hiqet nuk largohet nga kryesimi i Partisë Demokratike dhe e parëndësishme është a do t'i pranoj apo jo zgjedhjet. E rëndësishme është që mos të bojkotoj parlamentin, parasysh se atëherë e lën një hapësirë të jashtëzakonshme të pariparueshme për të ardhmen dhe për demokracinë në Shqipëri. Dhe lajmi i keq është që një parti politike i fiton 82-83 mandate dhe lajmi i keq gjithashtu në Shqipëri është që një lider nuk e kupton se sa e dëmshme është kur pson kësi humbje edhe e përdor misionaritetin si koncept. Nuk e di ku do të më shku ma poshtë për ta kuptuar që kjo shoqëri e don një opozitarizëm tjetër, një frym tjetër edhe një koncept tjetër. Me njerëz tjerë, parasysh se misionariteti nuk është koncept politik, misionariteti është ma shumë religios dhe revolucionar, nëse në çfarë do aspekti e kapin këtë dimenzion, mendoj që nëse... Në këtë pikë baton është ngjashëm me Ramën, se dhe Rama kështu thotë, unë jam misionar dhe prandaj këto janë liderat më problematik në sistemin demokratike, sepse ti pretendon se je mision, pra ti nuk e shef politikën si diçka që ti futesh për të rregulluar brenda sistemit, brenda rregullave. Ta që kanë mision, këta mendojnë që këta shkelin, thyen rektan për te ligjit, për te rregullat lojës, për te konjunkturës, këta janë ata që prodhojnë dhe këta nuk shtuken. Me lartë. Po tash, nëse unë e pajtohem absolutisht, por një gjë do të shërojmë. Njeriu i cili udhëheq Partinë Demokratike me misionaritetin e tij apunon për misionarin tjetër të Partisë Socialiste. Domethënë, ai mendon që e kundërshton ato, por realisht është në funksion të tij. Unë dhe bashkë ata. Po kjo është. Tash nëse Sali Berisha mendon që misionariteti i tij do të vazhdoj, atëherë kjo betejë për demokracinë është problematike dorë në zemër. Dhe atëherë do të linë këtë një frymë re, për arsye se partitë e fragmentume e kanë vështirë të ndërtojnë leadershipin e ri, dhe ajo që kam menduar unë, që betejë e opozitës para zgjedhjeve ka qenë për të fituar një lider të ri opozitar. Për arsye se e dinim kush do i fitojë zgjedhjet. Dhe na nuk po e fitojmë një lider të ri opozitar, dhe kjo është ajo që unë mendoj është problematike për një koncept demokratik. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet ta mbajë doktorin. Për arsye se duhet ta prek fundin për ta kuptuar sa keq ka funksionuar. S'është prekur fundit po? Mendoj që jo. Ku të shkojmë? Ende se ka kuptuar çfarë është. Dhe njëkohësisht, Jo se varet të quhem dhe fund më njerë. Dhe njëkohësisht, për arsye se po nalem te fjalia e tonë. Aty nuk prodhon shpresë për shqiptarët. Ai vend dhe ata njerëz nuk prodhojnë shpresë për shqiptarët. Në të njëjtën kohë, domethënë, duhet të qëndrojë një parti që ta prek fundin, për arsye se nuk ka çka jap më, dhe le ta ketë misionarin e vet në krye, që ta ruaj veten dhe fatkeqësisht ta shkatroj të kalumen, se kjo i bie që ta shkatroj të kalumen, e kjo është lajmi i keq për secilin politikan, dhe njëkohësisht të krijohet një frymë e re e cila është brenda djathtës, ose një bashkim tjetër që s'duhet fare mu lidh me një ideologji, por një betejë për të ardhmen ku i jap shpresë Shqipërisë. Kjo është, unë mendoj që Sali Berisha nuk duhet preket atë. Duhet lehet se Partia Demokratike dhe ata njerëz që kanë lejuar këtë gjendje duhet ta përjetojnë fundin. Ata nuk meritojnë një diçka tjetër. Dhe unë nuk shpresoj kur që ata njerëz që janë aty, që edhe mas primareve vendosin njerëz lojal, që meritojnë
një gjë për veten. Nuk është për thënë kështu, se unë besoj që antarët e thjesht partisë nuk janë ata që nuk e duan atë Po parti. prandaj duhet një diçka e re njëkohësisht. Aty, shiko, ai parti ka një problem shumë të madh. Unë besoj që antarët e Partisë Demokratike janë njerëzit, ata që nuk janë militantë verbër, se domethënë ata që janë berishistë verbër, nuk kam shpresë tek ata. Por ata që janë militantë të drejtë, ndershëm, unë besoj që janë qenet politikisht më të virtytshme në këtë vend, sepse ajo parti ka dalë në fund fare nga dhjetori 91-shit. Ndërkohë që partia tjetër është nga unë këtu spajtoj me ty se militantët po. e bëjnë një betejë për me ndërtu shpresën. Nëse ti nënshtrohesh, nëse ti nënshtrohet një lideri dhe lojalitetit të atij grupi, unë nuk besoj që antarësia mund të bëjë një betejë pa një elitë që e drejton. Ajo parti ka pas një elitë korruptuar dhe kjo e ka marrë në qafat parti dhe këta kanë shkelur dhe unë mendoj që qenet më të tradhtuar nga Sali Berisha nuk janë ata që janë sulmuar, janë ata që e kanë djegur, ata që e kanë votuar dhe që i kanë shkuar pas Berishës. Ata i ka shkel dhe i ka shtyp dhe i ka degeneruar them më shumë se këtë do tjetër. Ata i ka tërhequr, i ka lënë rrugëve, i ka sjellë në vërdall. Tani, aty unë besoj që ka njerëz që vërtet politikisht janë shumë të virtytshëm, por ata s'kan përfaqësueshmëri brenda partie, sepse elitat e asaj partie nga lart poshtë janë strukturuar për të qenë shërbyese të liderit. Dhe ky është problemi. Ne kemi një problem pastaj brenda sociologjisë së partisë. Nëse këta njerëz militantë që janë të mirë, janë realisht njerëz të cilët e dojnë të krijojnë një shpresë, e bëjnë betejën brenda që njerëzit që janë të panevojshëm, të padijshëm dhe krijojnë vetëm lojalitet ndaj liderit, duhet ndryshohen. Betejë nuk i bën baza baton. Duhet organizuar baza. Dikush duhet ta organizojë nga lart. Po kush? Por elitat janë të korruptuara. Po kush ta organizoj baza? Populli është destinuar të shtojë. Ti i ke pas dy persona, dy personalitete, kisha me thënë, të cilat nëse s'paku kur që tjetër, kam pas diskurs edhe edukat në gjuhën në adresimin e çështjeve. Edhe Iliri, edhe Jorida, janë jashtë 12-ës. Si mund është ti mi vendos ata jashtë një 12 Iliri e kërkoj vetë. Ne që e kërkoj vetë. Iliri Mehmeti? Jo, Iliri Mehmeti? Ali Mehmeti, jo Meta. Doktori. Ma thujti, nëse ti i refuzon ata, që kanë tregu s'pagu një edukat publike, një betej publike normale, për një shoqëri. Baton, ata janë dashur aty që i ketë brenda listës dhe i duhen e gjitha për çka kemi thënë deri tani. Po mirë, po prandaj me ata 12-shën, ti the një interesante që ai duhet të ri derisa me prek fundin. Po. Unë mendoj që nuk prekur, po. Derisa nuk e marr fundin. Ja, nuk e ka prek fundin. Derisa me marr fundin. Nuk e ka prek fundin. Fundin çka? Unë them që fundi. Unë do të them shoqëria shqiptare. Po ai le të rri aty në fund është. Shoqëria shqiptare dhe e djathta, shoqëria shqiptare dhe e djathta duhet që ta përjetojnë dhimbjen e madhe për rikthim të madh. Nuk munden me u rikthy me këtë fund të tashëm. Aty e vetmja shpresë është që të ketë një transformim rrënjësor. Se nuk është më tashmë nuk është çështje Berishe, nuk është çështje e një njeriu. Transformimi e fryme, mentaliteti transformimi rrënjësor a di kur i vjen. Dhe lidha është komplet. Transformimi rrënjësor, vetëm edhe një diçka. Fajin kryesor e kemi shpeshherë në studio.